grua e veshur me zeza, me një kapuç në kokë, e cila para se të braktisë fëmijën, e përqafon dhe e thot. Policia është duke vazhduar. Vetëm mos ta marrë me zonja kryesare. Sa ajo sa më shumë plake, më shumë bëçkon. E di çfarë bëri një ditë. Erdhi tu te doma tona edhe po kërkonte sytë e veta. Se çana duhet të sytë ta saj, i sot. Drak shoh, nëse merr vesh ajo nuk dal dot pastaj. Ku do ta kosh prap? Nesër afër universitetit, po me që se ka studenta atje dhe nuk do dallohemi. Mezi po pres që ta takoj, dikush pas nga rënë dashuri ju bloke ka. O, e du. Arsja, nesër, kur të dalë, lutem, mbare zonjën kujdestare të zënë. Pa merak fare, tani ke përmjeshtër për këpunë. Akoma nuk filluat me pastrimin e dhomës ju? Sa po do fillonim, zonja kujdestare? Sa po do fillonim, të? Pa të gjumë e bajtë, të kujt janë? Janë të mijat. Ju më tha që tu isja lullet dhe unë e bëra, po vetëm se o po pak bajtë. E kuptoj. Vajta? Hajde unë e një. Më dëgjoni. Ju jeni 17 vjeçë dhe shumë shpejt do të dini që këtu. Do të duhet të kujdeseni vetë për veten tuaj. E di, ndonjëherë bëhem e keqe. Në rregull. E pranoj, shpesh herë. Por këtë e bëj nga frika se mos diçka e keqe ju ndodh. Bota jashtë është shumë e egër për vajza kaq të brishta sa jeni ju. Edhe 9 muaj, dhe nuk do ju kemë vërdall duke ma caruar njerë. Nuk do kemë kujt t'i bërtas aq fort sa ju bërtisja juve të 2 javë. Do marrë malli për ju. Kjo alergjia e stinës. Shumë faleminderit, zonja kujdestare. Faleminderit për kujdesin që na jep. Në rregull, vajza. Vazhdoni me pastrimin e dhomës. Pastaj, bashkohuni me shoqe. Sipas programit. Thua se i kishe me të vërtet ato që ka jo. Harroje. A që di kësa është ajo? Mos të shkoj fare në mendje. A me vërtet, shumë kujdes e fëmijës të shtare. Më lër të kujtoj një detaj të vogël. Unë jam jetime, edhe nuk e kam ide se çfarë është kujdesi prindëror. Po ama vetëm di të them që prindrit janë më të rreth se sa kujdestarja jo. Po ti sigurisht e jetime, nga i dikte. Po e kam me të dëgjuar. Lili, vajza që banon për ballesh më tha një ditë. Sa mirë ju që nuk keni prindër, se jeni të lira të bëni çfarë të bani. Sa doja ta jepja gjithë të lirin time, vetëm për një familje, për një shtëpi të ngrohtë. Ndërsa unë të doja shumë të kisha 2 vlezër më të mëdhenj që më mbrojnë. Edhe 2 motra më të vogla që më kujdeseshin. Ndërsa po të kisha Linën, nuk do të ja asnjë punë. Doja më të gjitha. Ti të paktën e ke një tezë. Por unë njoh asnjë të për të pritur vetëm. Po ti ka ose ndjalosh të tënda, apo jo? Pavarësisht çdo gjëje në këtë jetë. Ti je njeriu më i shtrenjtë që kam. Edhe ti për mua, Arsja.
Hini një sy. Që kaloj aty gjatë fregi. Mos, si do dalun tani? Lëre Lore profesioniste. Shiko dhe mëson. Ti e çmendur. Gjatë fregi si e? Shkemi Arta, qa bëndu? Nuk keni pushimin në drekës ju? Po, në pushim drejt jemi po. Zonja kujdestare, më tha që po ju kërkonte. Vetëm që ndrohet një minuto se bëjmë furnizimin tani. Qo se vinë këtë dy botonat. Kuj që jetë dy? Edhe je shikja, e thjesht pari. Bëmi të ditosh në kujdestare është shumë e nervë. Se vinë me nerva. Eja, të dekoroj me titullin Mashtrusja e shekullit. Po për dashurin pra, po i tani se duhet mendoj ç'a ti them gjatë fregi që e gënjeva. Detare të nëse nuk është e ti. Ashtu? Si ka mundësi se mua Genda më tha? Genda, ne s'kemi Genda Po, tu. Genda është ai djali që kemi të doma që... Genda na do t'i djallë tani? Jo. Dëgjoj gjatë fregi se më vjen edhe turp të ta them po. E di ç'a kam bërë unë? Çfarë ke bërë Mr. Zefol? Më duket se zonja kujdestare. Ajo të pëlqen. E kam bërë si të flet. Si vërtet do t'u është, e vetëm vërtet. Po femra kështu e shpreh dashurinë gjatë fredi. Gjatë. Unë të gjaj kësha që vetëm për majmunë. Majmunët femra përtasin kur do të shqetësohen. Ose ishte edhe ke njerëz të gjau kështu tjerë. Po femrat istoja si majmun si njerëz. Me bërtitur e shpreh dashurinë. Unë po iki se kam shumë gjëra. E dija që të tonë. Amos, Melisa! Sa më kishte marrë malli vetë për prisja. nësa unë s'kuzoj do që do mësë se deri ku shfaqesh ti. Ti je imazhi që më shfaqesh nga do. Të vetëm që Amos, Më thuash po. dua të them diçka. Çfarë? Po ja unë edhe pak bëj 18. Po shumë mirë më zemra ime. Më thuaj, çfarë dhurat e do? Do ta blej tani direkt. Dhurata më e bukur jetës time je ti. Askush nuk më ka dhënë kaq shumë gëzim sa ty. Shqyqy që se dëgjoj arse këtë që. Do na kishte vrarë që të dyve nga xhelozia. O, ajo është e çmendur. Mashtroi rojen sikur e kërkoj kujdestarja, për ndryshe unë nuk do t'isha këtu. Andaj u gënove ti. Por nuk është kjo që unë do të them. Çfarë ke Melisa? Po ja unë largoha nga jetimorja këtë muaj. Më tha që të ndihmoni me bonus qera. Me punë. Edhe disa fjalë të tjera që nuk i kam dëgjuar kurrë edhe nuk ka di kuptimin. Nuk kam shumë frikë. Nuk e di. Ne do të fejojmë. Çfarë? Ne do të fejojmë. Je i sigurt po prindit e tu çfarë do thonë? Ata nuk do kenë kundërshtime fare. Ata janë mendje hapur zemra ime. Do ta pranojnë dashurinë tonë. Pastaj unë nuk i kam zhgënjur asnjëherë. Jam shumë e lumtur për këtë gjë, po. Nuk e di çfarë do thonë prindit e tu për mua. Unë jam jetime, nuk kam Melisa. familje, mos. Dgjoj, unë do të prezantoj me prindrit dhe me të afërmit e mi. Dhe pastaj dasma madhështore do bëhet për ne. Imagjino, unë me kostum, ti me fustanin e bardhë, me vellën e gjatë, të dy përdore duke ecur drejt altarit, edhe ata fëmijët e vegjël që hedhin petarje lulesh përpara nesh. Ha? Si duket? Nuk të pëlqen? Amos, Më thuash.
Unë të dua shumë. Unë më shumë. Unë trupin time dhe jetën time do t'a disha vetëm për ty. Por nuk dua të të lëndoj. Nuk dua të të hap të lashe. Ti shka një djesi jo të mirë për këtë gjë. Melisa, nga ky moment ti je gruaja ime. Vetëm mendo si e do fustani. Dhe sa fëmijë do bëjmë? Arsim, ku është Melisa? Melisa nuk është. Si nuk është? Po, nuk është se... Po ku është? Dëgjoj këtu Arsja. Se ta njeh shumë mirë atë shkallë. Shpejt këre Melisën. Ose diçke? Po shkoj ta tras vetë. Zonja kujdestare. Çfarë? Melisa është smur. Sëmur? Jo tama me smur se nuk desha as ta thoja se jete pak e vjetër dhe nuk duhet. E vjetër? Jo, nuk desha thosh atë. Ju jeni aqëresa Gjaxhi Fredi. E di qa më tha një ditë? Po Fredi shumë këtu. Hyn, dje më tha, kush është ajo vajza? U ktheva, pash, edhe ishit vetëm ju në obor duke shkuar në dëmbitar. Ishe dje në obor, apo jo? Po, isha. E shikon që nuk e njeh. Kam përshtypje se ajo të pëlqen. E kam bërë si të shikon. Plot admirim. Vërtet mendon se Fredi më pëlqen? Ej, qa të budalliqe që thua? Shpejt këre Melisën, shpejt! Melisës se kanë ardhur tezë zonja kujdestare. Moj gënjeshtare. Mua më gënjen ti? Do të dënoj për këtë. Pse nuk e di unë që Melisa nuk ka teze? Erdhën ato pra cikli menstrual. Ti e di sa keq bëhet ajo. A shumë, në rregull. Sot, unë ta bëj pushim. Por nesër do bëj të fishin e punës. Edhe s'merr vesh, edhe i vinin ato i thonë që është plak. O zot, sa e lodhë që ndjehem. Askush nuk më kupton se sa e lodhëm. Ti je shumë punëtore dhe vjen shumë keq për kam strese që nuk ta di. Lumë familje që ka. Unë nuk kam familje. Nuk ke familje? Ish burri më lartë. Më braktisi si pa të kesh parë. Të braktisi. Më falë, po kjo t'ingullon shumë i zorë. Si të braktisi? Ne donim shumë që të kishim një familje. Kryem shumë vizita për parë rezultat. Problemi ishte ati. E me gjitha të për mua nuk ishte problem. Familja ime për mua ishte aji. Motrat e ti më akuzonin mua. Më quanin shtërë. E sëmur. Braktar. Fati keq për familjen e tyre. E shumë gjëra të tjera si këto. Se nuk i tregove se problemi nuk ishte joti. Sepse në kulturën e tyre ishte mungesë morërie për burrin në vend të një familje. Dhe unë e doja shumë. Nuk doja që të tjerët ta gjykonin ose që ta ulja. Kishim premtuar njëri tjetrit dashuri të përjetshme. Por ja që ndonjëherë dashuria nuk mjafton. Ti besoj ke një familje? Po, kam një familje të mërgueshme. Kam dy vajzat e mia, ato janë një dhe një. Nuk e dinë se do të jetojnë nëse do i kishin rrotë. Po bashkëshortja juaj? Bashkëshortja. Ajo ishte një grua e mrekullueshme. Fredi, çfarë do të thuash me ishte? Në sëmundje rënd ma mori nga krahë. Tashmë ka 5 vjet që nuk është në botë të gjallë. Më vjen shumë keq. Po vajza, si rritet vetëm?
Shumë njerëz më thoshin për të martuar me idenë se nuk i rrisat të vajzat veç. Madje edhe vajzat kur rriten gjithmonë çdo zonë në Shqipërinë si ka gradin e mundshme për të martuar. Po nuk isha i sigurt nëse do të martohesh përsëri. Vajzat do të jenë shumë prenore. Sa do doja të kisha një punë si ti. Çfarë? Jo, asgjë. Unë po largosha. Di çfarë? Çfarë? Që të kohën për të kohës fundit kam rritur të profesori goxha artin e të gatuarit. Si thua sigurt të vish në ditë hambash. Por e kuptoj, keni shumë shumë zënë. Do vi, Vërtet? për vetëm një kusht. Çfarë çështje ti, mos ka problem. Leri do t'i bëjmë bashkë. Hajde, pra hajde! Mozo, veç po nuk kemi, ka për ta bra. Këdo vrasësh mo, shqyqy që jeve se dhe pak do pushot e zemrë. Tha që drejtoresha, Nuk tha e gërë. Vajza, shpejt në abort tani. Do të përgatitemi protestat e fundit. Ha, si shkoj? nuk do të besoj se ç'a ndodhi. Që të bjerë milionin në rrugë? Ja ku I keni detyra. Të cilit të mësoj pjesën e të. Kalo. Ti je çmendur. Më shumë se sa kaq. Keni vetëm 2 muaj kohë të përgatiteni. Kaloni. Shumë I çuditshëm. Tani më thuaj çdo gjë, në çdo detaj. Bëra ashtu. Je brin në ujë. Bëra dashuri pra. Po pra se dhe unë po të gjëja si po flisje në gjumë. O Arsja, mos u ta tani. Ai më propozoi për fejes edhe shumë shpejt do të martohemi. Këtë të djeg? Ja. Këtë të djeg nuk mundemi ne sa Florian sa shma është I zënë. Kush është Flori? Ai moj, bushe Flori! O, e çmendur ai të sime. Ai më propozoi me të vërtet. Je lumtur apo jo? Në fakt, nuk jam dhe ashtë. Unë e dua atë, edhe ai më do mua. Por thjesht ka një ndjesi sikur ka diçka që nuk shkon. Mos e ke nga që s'vjen do të Florin dashur. Mirë se po bëja shaka. Unë besoj se Amos është shumë djanik. E të do shumë. Është I çmendur pastaj e ti e di këtë. E di. Por thjesht gjërat po ndodhin kaq shpejt sa nuk po e kuptoj. E po, kur të vjen e mira hapi derën e thon kësaj pune. Moj, ka dhe I kushuri ky Amos. Jo, se dua burme për që t'ishim bashkë ky Amos. Arsja, çfarë do lloj gjëje që të ndodh? Ne mbetemi mikesha të përjetshme. Moj, foli gjë me të shpis ky Amosi? Sot do fliste. Nuk e di si do reagojnë prindrit e tij kur të marrin vesh që vajza që dashuron djali I tyre është krejt e vetme në këtë botë. Kush do ta donte një jetime për nuse? Pse moj, çfarë kanë jetimet? Asgjë nuk kanë. Ja, më shikon mua? Si shpirtja. Tani që po e mendoj, çudiu pse s'kam një të dashur. E po ja që familje do ta njohin njëra tjetrën. Ke traditat, zakonet. Të drejtë ke në fakt. Po, unë besoj se si do që të shkoj puna, Amos ta ketë një studie. Ai ka prindër intelektuale, apo jo? Po, ashtu I ka. Mamin e ka drejtoresh në një shkollë, ndërsa babai ishte inxhinier nafte. Të dy e kanë mbaruar shkollën në Rusi dhe aty janë njohur. Janë shumë të pasur madje. Sa informacion pas ke marrë për vjerën dhe vjerin. Ama, a në vjera jote mos tjetë ato ruset e shia në për FIFA. Se na mori lumi pastaj. Do me thënë, të mori ty. Jo për gjë pas Floris do na e pranë në dasë. Ta që bën shumë shkollë, kam qef ato që përtasin gjithë kohë. Po duke parë Amosin si është edukuar, besoj që edhe ata do t'jenë të dashur, të sjellshëm. Por, Flori nuk besoj ta pëlqejnë ata.
Të dalë Flori në ballë ty. Po hajde iki para se na gjej kujdesarja këtu. Brama. Brama, birë. Si ka lëvës? Mirë. Unë jam duke marrë me ca llogaritë të punës, por kemi pas gëxha nga orkestra. Po pa, doja të flisja pak me ju. Për projektin? Projektin? Po, për projektin që kishe me profesor Gentit. Jo, më pa, jo. Projekti shkoj shumë mirë madje. Profesor Genti e pëlqeu shumë. Më sugjeroi që me disa fika duhet ta zhvilloj pak më tepër, po në fakt nuk është kjo ajo që doja të flisja me ju. Po të dëgjojmë. Ka ndonjë gjë që nuk shkon? Jo, thjesht puna është se kam njohur një vajzë. O folë mërë biru thash që ka ndodhur. Ja me i dua më në fund djali jo po burërohet. Po me lërë ta gjik. Duhet të jetë vajza e profesorit të matematikës. Të kam vënë që del me të. Po me sigurim dhe një vajzë të ka interesuar. Po pa tjetër. E randët tonë, apo jo? Amos, dalin në borë flasin t'i shka bjerë. Grua, unë po dalë në Amosin në borë se a i është rritu është bërgogja burshu që duhet të diskutoj t'i shka. Ba, po unë mendoj se nuk është pikërisht momenti që ne të pizetëm tani për gjërës. Amos, më dëgjoj. Ti e di që ne të duam shumë, Amos. Je vetë një drejtësiri që kemi bjerë. Ne duam më të mirën për ty, Amos. E pa që unë ndjeve në siklet me ato hamëndësime që bëra me mamin, por në fund të filmit për nuk ka problem. Edhe në qofë se ajo vajzë vjen nga një familje që nuk është e rangu tonë, nuk ka problem birë. Edhe në qofë se nuk është me notët të mira në mësime, s'ka problem fare. Ajo që ka rëndësi për ne, është që ajo vajzë të ketë një familje të mirë dhe një familje të ndershme. Dhe besoj se ka gjë vajza e bën, apo jo? Ajo nuk ka familje. Çfarë? Do me thënë, prit, familja e ka praktisur atë dhe ajo është rritur e vetë. Çfarë po thua, mos je duke u ngatruar me një vajzë rrugësh? Jo, prit papa, asaj kështu i ka ardhur jeta dhe Si ka ardhur jeta, çfarë po thua, Amos? Po më dëgjoj ta marrë deri në fund. Jo, Amos, je duke u ngatruar me një kuç rrugësh. Hë? Baba, Jo, Amos, më dëgjoj mirë dhe më shiko në sy. Nuk e di po si shduke ty, ta pas ka prish shumë mendje një kuç rrugësh që ti kërkon ta sjellësh në shtëpi. Po sa të jem unë gjallë në të shtëpi, ajo vajzë nuk do të futet kur. po e dija që ishte e kokë të fës me ju. Ti që mund ndo se ka të drejtë. Amos, fer tu të thash! Feru! Amos! Amos! Çfarë i bëre djalit? As gjë nuk i bërë. Po pse i ku ashtu ai? Po se i thashë mos më mjetë mo me vajza rrugësh. Si shduket ka njonë i vajza rrugësh, që dhe familje nuk ka. S'ka familje. E zezot djali. Imagjino sikur të ketë dhënë kopi nga mbrapa kjo. Jo, filluan hallet dhe për ne tani. Mua djali ma kërkojnë sikur ta kisha vajzë në shtëpi. Familjet më të mira të qytetit. Vajzat më të mira. Djali jon shkon e na ngatrojt me vajza rrugësh. Akil, ik gjeje djalin e masin në shtëpi. Ndoshta edhe ti duhet i kishe folur pak më qetë. Ai është i ri. Tani e kuptojnë se çfarë thoshte i ma. I riu, si veriu.
ishte fantastike. Duhet se piva shumë. Do të thuash vera që zgjodha unë nuk të pëlqeu? Jo, vera që zgjodha ti ishte shumë e mirë. Po me e mirë në të dashë që ti. E di, po më bën me të. Më bën të skrij. Që nuk qëndrove në ushë? Po ti e di që nuk mund t'i lënë vajzat vetëm. Që së përri. Unë po iki. Melisa! Po ky kush është? Të jetë në ideal që vinë nga smona i vajzat tona. Po i këti pa më rakë se mërë mundë. I sigurt. Po pa më rakë. Natë. Natën e mirë. Melisa! Melisa! Lolo, ku për shumë? Dua të takoj Melisën tani. Ka Melisa, ne kemi 3 Melisa këtu. Ndoshta edhe më shumë, po kaq po më kujtojmë më. Melisa është një vajzë flok kafe, sy e shit, dhoma 13. Ka ndonjë një shoqe me emrin në Asja. Ashtë, e mbaj me në shumire të mistresë. Dëgjoj të më të. E shoh që kjo Melisa ta paska ty zemën. Nesër është turnimi i parë. Të siguroj se do të lash kjo pjesë pesurat e porta. Por zotrise, nuk po më kupton. Dua të takoj Melisën tani. Po e se më përre jesë o fare të mësi që djallë Akili ti? Po bo mërdjallë si ke ka ta bizë vete. Po çdo ti mërdjallë që mërësh me to vajza? To nuk e din as nga kanar, as ku do shkoj. Gjysë në styre dhe jemi nga ka vendu si ti morja. Çdo ti familja jote me to vajza. Diqo këtu ti mor, pler mundi. Mos guxo të thuash më as edhe një fjalë se ta mora shpirtin, more vesh apo jo. Fatkeqësia më e madhe është që në këto institucione punojnë njerëz që kanë shkuquash nuk u bën gjë. Po fatkeqësia është kur braktisin që pa hapur syt akoma. Po më e keqja është kur njerëz si puna jote ta mbysin jetën me paragjykime, e ta vrasin shpresën për të vazhduar përpara. Po ty Zoti të gjykon. Do japësh një ditë llogari për to, të gjitha. Qen. Hiç pati, po për njëri fola. Si shkojmë mbrëma djalit? S'ke për të besuar, djali i Akilit na pasërën në dashurime i para Melisa që kemi ne tu. Djali Akilit te. Po, Po si ka mundësi një djalë që është pritur si prins të përfundojë me një kategori të tillë? e po ja që vajzat e sot me 5.000 euro ta bëjmë me një llak. Zoti Akil ka kontribuar shumë herë financiarisht për nevojat e jetimores. Nuk dua të tregoj më syrin jashtë. Vetë personalisht do ta luftoj për këtë situatë. Të ishte po mendoj edhe unë. Melisa nuk meriton një djalë si Amosi. Ajo meriton ndonjë të nivelit të saj. Në një moment nuk të shëptoshe. Ndonjë datçap do ishte Ma ideale. fikë së parë. Nga ata që bën kanaqe. Ma fikë. Sa njerëz të li. Si ka mundë që këta që nga ka rritur, nuk kanë as respekti minimal për ne. Po çfarë kemi ne? Pse duhet të gjykojmë në këtë mënyrë? A mos valë kemi bërë mëkat që kemi lindur? A mos është fajo që pritet ta praktisën? E shkejta Melisa. Si ka mundë që këta që drejtojnë institucionet, këta që nga ka rritur dhe edukuar, ta e të parë që nga hetë. Uroj që jam si ta masin mirë me derë, se kam për ta vrarë me duart e mia. Nuk lejoj askënd të lëndoj shoqen time më të mirë. Unë e di që ti je çmendur, po ti je deri në atë pikë. Sa të flasësh ti me vete, nuk e kisha menduar. Po, jo më jo, po përsërisja një poezi që shkruajta mbrëmë. Shkruan ti, nuk e di unë. Që kur kështu, ky është pasioni im i fshet që nuk ka. Ashtu? Edhe unë që mendoja se pasioni yt i vetëm ishte ti nxjie jetën zonja kujdestare. Ai është pasion. Ai është qëllimi i jetës time. Po. E po?
Mirë se na erdhë. Shumë knesi që po shihemi, zotja e ti. Po në fakt u bë goxha kohë që nga hera fundit që jemi parë, Që nga durimi juaj i fundit bujarë në kemi parë. Në fakt ajo nuk është asnjë gjë. Me të vërtetë ata fëmijë janë braktisur nga prindër të papërgjegjshëm. Por neve nuk na lejohet të braktisim ata për herë të dytë. Në fund të fundit tu dhuroj si për djalin tim. Më falni, po zotëria më duket shumë fytyrënjore me ta. Unë jam prej, roje e timon. Kërkoj falë. Unë mendoja se njiheshi. Kredi është roja e institucionit tonë. Unë ju mbaj më në shkumitë të ti. Jo në bësha së mbani më se normal, a i shumë kur sa kemi, s'kemi më të amajnë në një përpora. Tashmë ajo është edhe si ta them. I fejuar im për disa muajsh. Po, kërkoj që është lajmë. Do ta kontaktoj nga i gotë. Faleminderit. Po më bëhet qefi shumë për juve. Të trashëgoni dhe me jetë të lumtur. Faleminderit. Kurim edhe në dasën. Në fakt jemi duke menduar një ceremoni të vogël thjesht. Po Amos si kur është? Amos quhet djali juaj, apo? Amos si ka që pardi që nuk është në shpi. Amos si ka shkuar nga motra ime. Arsyeja që ne jemi tu është Amos, për të mirën e tij. Zotja ti, ne ju vlerësojmë shumë për kontributin e nashë. Si për jetimorin, ashtu dhe për shoqërinë tonë. Amosi është rritur, është bërë goxha burr tani. Parëmbrëm, Amosi ishte në jetimorin tonë. Amosi? Por çfarë donte Amosi aty? Amosi është dashuruar me një vajzë. Një vajzë e timorja jo. Çfarë? S'ka mundësi. Po kush është kjo vajzë? Është me siguri në pjesë e stafit tuaj të punës apo jo? Melisa është një vajzë e time. E braktisur që në javën e parë të saj të ditës. As kërtiza nuk i kishte rënë akoma ku ne e gjetëm atë. Ne bëm maksimum që do gjenim prindërit e saj. Ose më saktë ata që e braktisën. Por pa rezultat. Po si mund të braktisësh fëmijën në barkun tonë të pëllimire? Po ja që ndodhe, nuk janë asë të rrallë, ndodhe shpesh e vite. Më falni, po Melisa sa vjeç është? A është vajzë e mirë? Pastaj unë në fund të fundit kam besim tek edukata që i keni dhënë juve atyre fëmijëve. Zotja Akit, ne bëjmë maksimum. Pra ato fëmijë janë të padhendur. Janë të paedukuar. Nuk e kanë sjelljen e duhur. Në fund të fundit, geni keq do bëj punën e vet. Madje edhe të pamoralshme. Më falni zonjë. Unë mendoj se përgjegjësia këtu bie mbi ju dhe stafin tuaj. Ju jeni përgjegjës për të edukuar ata. Dhe për t'i bërë të aftë për përballuar jetën. Zotja Akit, unë jam këtu për të mirën e djalit tuaj. Dhe jo për audit dhe kontroll nga ju për punën time. Ajo vajzë nuk është për Amosi. Amosi është një djalë fantastik, i edukuar. Melisa s'ka askënd. Kur as familja e vet nuk e dashur. Këta fëmijë meritojnë respekt dhe qetësi. Mendoj se po flisi shumë gabim. Jo po largohemi. Mbasi nuk duhet të kishim marrë. O zot, sa të pacim që janë ta njerëz. Po si mund të flasin kështu? Ku në fund të fundit janë ata që e drejtojnë atë institucion. Ne nuk jemi dakord për të vajzë apo jo. Po nuk e di, unë i kam takuar disa prej tyre. Mi janë dukur shumë të edukuar dhe të sjellshme. Ajo vajzë nuk ka familje, është jetime, nuk mund të pranojmë kurse si në mënyrë absolute. Mos më mërzitet ti tani mua. Në fillim duhet të takoj Amosin. Ta kuptoj qëllimin e tij. E kam edukuar kaq mirë djalin sa. Nuk e mendoj do se mund ta pushtoroj në këtë mënyrë.
çfarë? Ka filluar të mendoj që Amosi nuk është tamam djali që ti meriton. Ç'do të thuash? Po, nuk më duket edhe ndonjë djalë kush e di se çfarë. Ti meriton dikë më të mirë. Kjo besoj që është një nga ato shakat e tua, apo jo? Jo, thjesht po mendoja që ta pas amikët nuk di të shohë që tjetër me separat. Po ke para të bersoj. E po s'ke nuk të llogarisin fare. Pse kështu të duket Amosi ty? Në fakt, më duket pak. Do me thënë, ai nga një familje tillë vjen, me këtë frymë shritur. Sa më shumë para, sa më shumë para. Amosi nuk është nga ata. Po mamaja e ti? Mamaja. O zot si është ajo. Mirë nusja që do hyj natë shtëpi. Ti nuk shike zgjuar mirë sot. E në fakt nuk u zgjova dash. U zgjova nga statujt. Erdhi uji Selitës që në mëngjes. Dëgjoj. Unë them të heqësh dorën. Nuk kush për tyre. Ai djali mirë është, po nuk dua që ti të lëndohesh. Të lëndohem. E pse duhet të lëndohem? Ti po më thua që Amosi do më lëndoj mua? Jo. Ti di diçka, por je duke i rënë rrotull ti muhabeti dhe nuk po ma thua. Ose ma thuaj tani, ose ndryshe nuk të ka më shoqe. Shpejt. S'kem që më shef? No. O zot, e hëngra apo jo? E më thuaj të vërtetën. A prova bukur? Arsja, e ke seriozisht? Mo e di sa më fiksove me ato që më the. Ishe shumë të vërteta. Ashtu atë? Në fakt, bëra pak prova. Prova që të talësh me mua. O zoti aty lart, der 2 pika trumbi këtë shoqen time. Aman bëj se babë. Si do t'ja them unë sa që kudestara da i friti për kur tisi diçka kundra saj. O zot, i bashkojmë lutjes së Melisës. I vi ato 2 pika të se stik si them më. Me dija që zoti për postier pas ka shi. Moj, a ka koga Amosi? A foli me prindit e tjerë? Jo, nuk ishte fol. Si nuk foli? Të thash, a i ka filluar të dini. A i serdi fare të kimse. O zot, gjithë meshku dinjeshtar të lindur. E të ndua që a i t'jetë mirë. Mos i ke ndodhur asgjë e keqe. A i është për qef të ti, moj. Oho, me do një shok. Shoqe? A thua se nuk po do më? Shok, më shok. Direkt shoshe kjo. Po nuk me do një shok, e me do i këta të fare nga mëndje që ka gjën takime ty. Ty unë nuk të kuptoj dot. Kur ti thua që a i shgënjështar, edhe fat e kthem plakën direkt. A i nuk do t'a lidhe takimit ton për asnjë lloj gjëje në këtë botë. Ka diçka që nuk shkon këtu. E di qa po mendoja? Më erdi një ide fantastike. Pse nuk e leti Amosin e para, që mos të tërë? Më mirë kështu si thua. Arsjan, ose ma thuaj hapu, ose mos po folu këtë mënyrë. Amosi është jeta ime. Nëse ai më lë, më mirë vdes, nuk po ta mendoj do tjetër patë. Unë kam gati 80 vjeçe. Jemi si motra edhe kur su bëra jetë e kësaj. Pika që si bia Amosi që vetëm me 3 muaj që ka bërë jeta e Melisës. Jo, ai është jeta ime. Nuk ta mendoj jetë tjetër patë. Ajo, vetëm që të filloj ta mendoj jetë pa ty, po filloj edhe të harroj. Nuk të vjen as takim. Arsja, çfarë kishte Melisa që doli të keqare? Ju doj s'kedina për një ndeshje. Pra, se ndjeva herën që po digji diçka. Po që ju doj saktësisht se nuk kuptova? Trut ju doj. Trut? Apo zemra? Se kështu është kur ndërron shumë. Të digjet zemra, të digjet mendja, e ndonjëherë dhe shpirti. Edhe fasuri. Fasuri. Po mbana e zikur nga kuzhina.
e treta herë brenda kësaj jave. Do ta kushoj nga puna në inxhinier. Do ta takoj vetë ata mosin e ta zgjidhni herë mirë këtë punë. Çfarë do të thënë vallë kujdestarja prindërve ta? Pse nuk ishte ai sot takimin me Melisën? Alo, po ku je mërë birë se ke 3 ditë që ke iku nga shtëpia. Na ke bërë shumë e rak. Mamaja jote po çmendet për ty amës. Mirë, në rregull. Dëgjoj, unë jam te kafeja pranë bibliotekës. Si thua të takojmë këtu? A, je afër dhe ti? Në rregull, atëherë unë po të pres këtu. Kamarier, të lutem një kafe dhe një ujë. Erdhe Marbir. Po ku ke qenë se na ke bërë me rap 3 ditë i larguar? Mira mos. E kuptoj edhe ne prindit ndonjëherë bëjmë gabime. Po këtë e bëjmë nga përkujdesja dhe nga meraku që kemi për ty birë. Amos, më dëgjoj. Kemi dëgjuar shumë histori birë. Vajza të cilat nuk kanë asnjë qëllim në jetë. Unë gjiten djemve të pasur vetëm për pasurinë e tyre. Vetëm për t'i marrë pasurina. Se ti baba mendon se Melisa nuk më do për atë që jam, po për atë që unë kam. Po në fakt më birë ky është meraku jonë me ma. Vërtet mendon ti se Melisa mua më do për pasurinë? Po si nuk ta vjen ty? Ty na mamaj! Ajo të donte me gjithë mirë. Është e kasë t'ja me jetën për ty. Si mund të mendosh që ajo të do për pasurinë tënde? Po kush drejtin ashtu va? Ajo nuk të do. Më tha mua se nuk të do. Po të lë, sepse kam kuptuar lërën tënde. Po çfarë? Vaj, largo për pasit kjo ftoj policin tani. Vdeq! Edhe ti vdeq! Kush ishte kjo e çmendur atë? Shoqja e Melisës. Po ku rritet ta në pyll, që nuk ja kanë haber respekti e dignitetit njerëzor? So baba, ajo na i shpëtoi. Jo, Amos, një vajzë e tillë nuk mund të futet kurrë në shtëpinë tonë. Baba, unë e dua Melisën. Çfarë? Po, e dua Melisën. E po më dëgjo mirë, Amos. Nëse ti do të shkosh pas Melisës, nuk do t'jesh me i birë. Ashtu? E po nuk jam në piri jo. Ik dhe mos të çuma! Boj, këta. Haki, kemi ndonjë të re nga djali? E gjete? Ma mirë mos ta kisha takuar atë foto. Çfarë do të thuash? Isha me Amosin te kafja pranë bibliotekës. Çfarë ndodhi? Erdi një farë arsja si e çmendur. Më hodhi këta paka në fytyrë. Jam të upruar para qytetit sot. E si e sa? Po pse e bëri këta ajo vajzë? Kush ishte ajo? Ishte shoqja e nusës tonë të arshme. S'më ka lënë gjë pa thënë. Mua edhe djali. Po djali, ku është djali im aty? Mire the, djali jo. Se djali im, ai nuk është në. Çfarë do të thuash? I thash Amosit, se pas asaj që shoqja e saj bëri, nuk mund ta pranoja kurrë se në shtëpinë tonë. Dhe i thash, në qoftë se ai do shkonte pas Melisës, nuk do t'ishte më i mirë. Arketa, a je mirë, Arketa? Zonë! Mos! Zonë! Të lutem, merr ambulancë, kjo soi po vdes. Por se nuk po i punon fare.
Alo, ambulanca? Në janë në qendër të qytetit Karen Palmira, po ti se nuk I punon fare kurse. Po, faleminderit. Zonjë, më të shoh. Falë zotit. Oksigen nga shumë I dobët, shpejt në ambulancë, oksigjen dhe adrenalin sa më shpejt. Zonë, me një familjarë. Jo, se vajza. Të lutem me ne sa më shpejt. Të lutem. Jo. Zonjë, ju sa po bët një mrekulli. Ju I shpëtuat jetën në nëstuaj. Doktor, Nëse ju nuk do t'ishit aty pranë, me shumë siguri ajo nuk do t'ishte më në këtë botë. Tani situata e saj është më në kontroll. Ka nevojë të qetësohet dhe mos të stresohet në mënyrë kategorike. Unë nuk jam e bia. Ajo nuk është mamaja ime. Po megjithatë mua më vjen mirë që ajo jato. Besoj që çdo kush do ta bënte diçka të tillë. Unë nuk bëra asgjë. Ju nuk jeni e bia, thot? Me shumë siguri, zonja duhet ta ndjej vetëm me shumë fat. Ka njerëz në rrugë që janë në prag të vdekjes dhe askush nuk e kthen kokën për ta. Më beso, atë që bëre ti nuk e bën çdo kush. Ju treguat si ti ishit një angjëll brojtës për të. Doktor, unë nuk bëra asgjë. Ai që shpëton jetën tona është vetëm Zoti. Ai ka në dorë ato. Por edhe ju u treguat si një angjëll brojtës si dërguar nga Zoti në këtë rast. Mua më duhet të largohem. Nëse vonohem, do të mbyllet porta e... Prindrit e tu do t'jenë kaq krenar për ty, që jo që nuk do ta mbyllin portën, por ata do të festojnë për atë që ti bëre sot. Sa do doja. Po misil mua, unë do t'i them atyre se çfarë heroine u tregohet ti sot. Por të lutem, përpara se sa të largohesh, eja takoj pak zonjë. Ajo do që të falenderoj. Zonjë, kjo është vajza që ju shpëtoi jetën. Angjëll në shpirt. Angjëll. Mua më falni, më duhet të largohem. Si qënë? O, më falni, harrova të të jap ilaçi. Duhet ta pish në orën 9 sot. Është ilaçi I tensionit. Mirupafshim. E që temi të të takonte. Një vajzë si ju të doj, djallit. Me shpirt të pastër si kristali, dhe fytyrën një angjëll. Por ai më uatrohet në vajza më bush, që as pikën e mirëzëllikut në të pa. Në ato dini si t'ja prishin mendjen vjetër të një. Unë besoj që kjo botë ka emrin njerëz të mirë. Besoj që djali juaj do ta gjejë vajzën ashtu siç ju e dëshironi. E rëndësishme tani për ju zonjë është të qetësoni në pak. Nësa mua më duhet të largohem. Të shkuara, edhe Zoti t'ju bekoj. Jemi mirë? Mirë. Shkoj tira të Angjëll që sa po doli nga përderë. Angjëll, Çfarë vajzë që ishte. jemi në efektin e narkozës. Angjëlli na do një vajzë? Po s'ka ardhur ti. Sa po fola me mjekun. Më tha që gjendja e saj është e mirë tani. Po nuk do shqetësuar më. Zemra e saj është shumë e dobët dhe nuk do është. Po doktori më tha që një vajzë ishte gjetur aty rastësisht e kishte ndihmuar. Ajo ishte një njerëz që Zoti e kishte dërguar për ne. O Zot, sa mishe ka akoma njerëz të mirë në këtë botë. Si e kishte emrin e vajzës? Dua ta falenderoj. Po, do të patjetër. Di që ishte një vajzë e ëmbël. Në flok të shtënjë, të lëbar.
Si e shi? Me një shanë në jetën e mamajnë. Ishte të tjerë. Po në shpirë të rrëmë. Kështu më të bajvajsë. Si e shi? Një shanë në vetë në me majtë? Një kisa? Tash pak më parë. Shqetimi me I vogël ajo ikën. E kuptove ikën. Se tu bën natja Melisa. Ajo nuk do ta kishte bërë kurrë atë gjë. Ka qenë Melisa. Ka qenë Melisa, jam I bindur. Ka qenë Melisa. Nga ishe duke bregur, zonjush. Duhet flasim. Nuk jam në gjendje tani Arsja. Vetëm të dish se çfarë më ndodhi. Kam nevojë të pushoj pak. Po ka të bëj me Amosin. Çfarë? Ai nuk të doma. E gjova me veç të mi. Po thoshta baba I tij se mendon se ti e do vetëm për pasuri. Amosi. Mendon se Melisa! Melisa, kujdestare! Ndim! Melisa, hapi syt! Kujdestare! Mira do fikët! Po kudo që jeti shkakton gjithmonë gjëje të titi në fakt. Melisa, hapi syt. Sa gishta kam këtu? 4. Është shumë mirë. Çfarë? Po ti tregove 2 gishta jo ka. Çoje në dhomë se ka nevojë të pushoj. Mirë. Në fakt, ti do shkosh në Bodrum. Do sistemosh të gjitha ushqimet. Opa. Si tek? Si të thoni ju zonja. Giunta. Melisa! Melisa! Të rritit? Ti mos guxo ta thosh. As më shkon më. Deri në fund më shumë që përvollova I shtri për to. Prit një minutë. Melisa! Melisa, ku je? Dua të flas me ty! Në protestare. Djali Akilit është këtu. Bën mirë të vish, se po u mora me atë nuk I di ç'të bëj. Melisa! Përshëndetje, djalosh. Dua të takoj me Melisën tani. Po Melisa nuk do të takoj. Unë të pash nga përkarja që po vije. Po ashtu dhe jo. I thash të vinte të takonte. Më vjen shumë keq si e duke vuajtur. Por ajo ishte e vendosur. Nuk dua të kem të bëj me atë më tha. Shikoj jetën tënde, djalosh. Në fund të fundit, ke asje I pari për Melisën, asje as I fundit. Po pse po mi thoni këto fjalë? Ne vajzat ku bëjtët në djeqe, I nxjerrin nga jetimare jonë. Dhe e vetmja zgjidhje e tyre është të përfitojnë nga djemë të mirë si puna jote. E sidomos ata të pasur. Po çfarë të përfitojnë? Unë nuk I kam dhënë asgjë asaj. Ajo nuk ka përfituar asnjë gjë nga unë. E po ja, për këtë arsye nuk do të takoj. Nuk ka përfituar asgjë nga ty. Jo. Këto që thoni ju nuk përshkrojnë fare Melisën. Unë e njoh shumë mirë atë, ajo ka diçka, jam I bindur. Kështu që më lini të hy, ose do bëjnë një skandal,
Dëgjoj djalosh. Deri tani të durova për shkak të babait tonë. Tani largo nga këtu ose do të rras policinë. Melisa! Melisa! O zoti i madh. Po të gjithë budallet këtu mlidhen ore? Mu duk si kur dikush po të rrise me Lisën. Po, unë nuk kam dyshuar në një herë që ti je mirë nga trupi. Ik shiko me Lisën? Ato bëj. Elisa zjo. Elisa të shkon në ndër zjo. Ishte vetëm një avë, nuk shqeto. Se ishte këtu. Pse iku? Jam nuk Pse iku? Jam nuk shqeto. Pra hapa. Elisa. Hello. Ka njëri këtu brenda. Përshëndetje. Unë jam Arsja, shoqja jote ngushtë. Dhe po të njoftoj se barku jot është bosh dhe ka nevojë për ushqim. Hangra. Ke filluar të më gënjesh tani? Ti, mua nuk më gënjesh. Ha me bëj. Hangra me Amos. Çfarë? Me Amos? A i më solli lule. Po nuk e di përse mi mori ato përsëri. Base a i mund të kujdeset më mirë. Po më frikson. Ti ishe gjithin në dhëmbje apo jo? Vetëm të shikoje fustanin. Tani po më frikson për te. Kur ta sulle e fustani? Dje. Fustani bardhë si bora. Shkëlqente nga disa gurësh. Ishe ti ajo që më ndihmove ta vesh. Mos më kërko ta jap ta provosh, se Amosi e ka bërë egas për mua. Thonë që ose i vesh Fustani dikujt tjetër, i merr fatin. Unë nuk dua ta ndaj Amosin me as kënd. Po, unë të ndihmova ta vesh fustani. Po nuk dua ta provoja. Mendoj se ke gërmja. Është në mirë të shqetësohesh. Nëse vjen Amosi prapë, më thuaj. Po, do të ftetu. Vetëm ti. Elisa me ka lënë me nga fare. Ajo është në depresion.
Samir erdhi përsëri. Amos. Nuk të dua. Jo, të lutem mos ik. Ai nuk të do. Ai të braktisë. Ai nuk të do. Largohu nga djali yt. Ai nuk të do. Njeri pa vlerë. Asnjë shumë të do. Melisa. Unë të praktisa. Papai nuk të donte. Edhe unë nuk të do. Melisa. Melisa. Asja, më ndihmo. Melisa, ja ty. Melisa! Melisa, çfarë ndodhi? Kuresare, tim! Tim! Melisa, oj diçka. Era të fikë. Melisa. Me kujdes. Si është mundësi? Pusti shumë i dobët. Ka frizë për umasin. O, ca vajzë. Melisa, nëse na dëgjon, të lutem na jepni dorë ti. Hajde pra vajzë, të lutem na jepni dorë, reago tani. Sa po ndodhi një mrekulli doktor, ajo po reagon. Po reagon. O, vajzë. E dhja që do t'ja dhije, moj vajzë. E dhja. Njëri ju me luftën e ti të brëndshme dhe me një vullnet të fort, mund t'a shtyr vdekjen për më vonë. Unë e mirë, kolegë. Pas më shumë se 5 orë punë, të gjithë kemi nevojë të pushojmë pak. Edhe ti, Melisa. Faleminderit që qëndrove midis nesh, moj vajzë. Faleminderit. Ju lutem, merrini dhe çojini në reanimacion. Oso, të lutem, ki më shirë për Melisë. Ajo nuk i ka bërë keq njeriu. Pse, kështu duhet jetë fati e time. Mos valë kemi për mëkat që kemi lindur. Nëse ti vërtet ekziston, si i drejta për të shton të tjerë. Të lutem, ma trego drejtësin tënde. Zoti tregu në ta me të jetë një vajzë të pafashme nga kjo botë. Mjaftu të qara vite ti. Lenam, budalashe. Edhe qarë të tua më mungojnë. Përshëndetje. Ju e një mamaja dhe motra Melisës? Jo, ullë qoftë. Kjo nuk është motra, kjo është shoqja. Nërsa unë jam kujdestarja kur shtypër në streca. Jemi shoqe edhe jemi si motra. Është hera e dytë që ta bëj Melisën.
Hera 2. Çfarë? Herën e parë ajo ka shpëtuar jetën një zonjë që ishte në prag të vdekjes. E ja që Zoti ja shpërbleu kësaj vajze me zemrën e saj të mirë. Tani situata e saj është më në kontroll. Të paktën sa i përket shëndetit fizik, ndërsa për ato mendor nuk di ç'të them. Dhe nuk e kuptoj pse kjo vajzë do duhet të tentonte të vriste veten. Në jetimore i trajtojmë më së miri. Sikur të ishin vajza tonë. Nuk është e vërtetë. Dëllevojnë. Pas më njëse. Pa edukat. Policia dhe psikologu do të komunikojnë me ju më vonë për këtë gjë. Melisën nuk mund ta takoni dot tani. Mua më duhet të largohem. Mirupafshim. Mirupafshim. Disa përshëndetje të parë. Kush ishte ajo zonja? Me siguri ka abortuar në një kopil, që s'ka se si të jetë ndryshëm. Të urrej me Shakespeare! Ndërsa unë nuk ju urrej. Për mua jeni krijesa që asgjë ekzistoni. Shtriga! Largohuni të gjitha. Nuk ka asgjë për ta. Qora Melisa. Shkuara Melisa. Më dëgjoni. Në qoftë të se Kristi, edhe një fjalë të vetme për këtë, nuk e di se të rritoj. Arsja, çojë Melisën në vonë. Besoj që do bëjmë një takon dhe një radhë. Mos je shmendur, Fredi? Mos si me siguri është martuar tashmë. Ai shpëtoi nga kjo. Po ne si do shpëtojmë nga këta? Amosi, është martuar? Jo, nuk qatë. Amosi është... Nuk është koha të mendojmë për të tani. Nuk e meritoj, Arsja. Unë jam bërë një barë për ty. Unë jam bërë një barë në për të shirë. Doa të vdekës. Jo, e kam shumë seriozisht. Nëse ti vdes, unë do të vrasë të duart e mi. Gjove. Rita.
Ajo është ja mosit. Po, ja mosit. Nuk është jati. Ja! 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 Melisa? Melisa, sa? Melisa! Po do të jesh të mbuluar në gjak. Të frasë u kujdestari? Po Arsja ku është? Ajo si kuzhinë. E të kujdestarja të mos hynte këtu. Ka pastrojë gjipën, shtriga, po shkoj ta fras. Doktor. Po hapim të sekretaria. Përsëri kjo është mendura? O zot, ç'është gjë më gjatë? Melisa jam rritë. Më dëgjoni. Ajo në ka gjë. Me siguri është trohur në një, apo disa meshkuj në këthera. Dhe ja, rezultati. E humbi kopilin e saj. Sot, Malkov, që ka po brave në fëmijë. Amos! Në mori fëmija! Mos ku copi ku ashtë Melisa. Mendon se të kam pritë? Po ajo qysa pjale, dhe të kërë të tek shumë. Unë po lardohem. As nuk ja vlen të merë një. Nese do zgjohemi herë. Se do pastron një oborën. Sa të mëshmi ishte ajo që ndodhi në bronë? Po se gjuna Melisa, ajo është në depresion. Gjithkohës thot sa s'kush nuk e do. Mua nuk më vjen keq fare. Të mos kishte dalë nga filmi. Të mos i pyetë rregullat. Mos bëj dhe ti tani kështu se të gjithë kemi dalë në paleje. Po kemi dalë, po nuk kemi shkuar dalë poshtë me tjetër. Për më tema ka ngel shtatë vend. Aman, se mos ta vaj njëri ty. Ato nuk e di ti. Gena, ti bashkë me Elitën do pastrosh oborën. Ndërsa ti Arsja do pastrosh qilaren. Përsëri unë aty. Po Arsja, përsëri ti aty. Ke ndonjë kundërshtim? Faktën aty s'do shosuratin tënë. Çfarë the? Jo, asgjë. Nuk tash asgjë. Ndërsa ti me Lisa do shkosh tani te lavanderia. Do marrësh të gjitha rrobat të kryer. Po, kujdestar. Po ajo është e smur, nuk mund të punon. A nuk e shikon se si është? Edhe çfarë se ishte smur? Edhe unë e smur isha dje. Edhe prap punova. Gjithashtu edhe mjazën e kaluar isha sigurt. Isha vrarë në tërë bundësisht, edhe pastrova të gjitha oborët. Si, kash pa shpirt. A nuk e kuptoni në çfarë gjendje është? Është në depresion. Ka më shumë se 3 muaj as nuk ha as nuk pi. Çdo natë kupton djallin brenda. Djallin thotë, ke ikur dhe ti për ndesh bashkë me të. Sa që sharaku që e bërë me Arsja. Kujdestare të lutem. Të përgjëro. Për e si kur t'ishtë vajta jo. Po ka një problem të madh këtu. Unë nuk kam fëmijë Arsja. Dhe nuk mund ta imagjinoj dot dashurinë për vajzën time. Po të kisha edhe nuk të bëja diçka. Sa i je? Vërtet kash të ta ndeni një më shpirt? Nuk e zemër po kur. Çfarë ka bërë e pa e qatë? Pse më pra ministru
Sepse dhe mua më braktisën. Njeriu që unë doja më shumë më braktisin. Askush nuk ishte aty për mua. Askush nuk ishte aty për ty. Nuk ti për Melisën. Askush nuk ishte për mua dhe as unë nuk do jem për asnjë. Kujdestare të lutem. Për qëron. E keni për që kur një të mish, mos hapë. Ajo ty të një si familje. Të lutem. Se e ka të gjithë. Arsja, çfarë ke? Pse e prezantuar që? Jo, nuk kam asgjë. Nuk kam asgjë. Si gjithmonë, avazën në kujdestarë. Arsja, unë i dëgjova të gjitha. E kuptoj që nuk më kanë qenë, por nuk ka problem. Edhe që amo si më braktisi, s'ka gjë. Edhe që prindrit e ti më urren, s'ka gjë. Edhe që kujdestare më urren pa arsye. Edhe që të gjithë më dinë si të çmendur, s'ka gjë. Melisa, a je mirë? O, jam për mrekulli. Vetëm ti në su shetan. Unë edhe pak do t'a lë këtë vend. Këtë botë. Këtë botë? Do me thënë këtë jetimore. Afro 18 vjetë. Kjo ka qenë shtëpia ime. E gjithë jeta ime këtu. Edhe këto mure ka qenë shtëpia ime. Edhe këta njerëz që herë më kanë dashur dhe herë më kanë urryer, ka qenë familja ime. Edhe unë që mendoja se do dilim bashkë në jetimore. E harrove misin e përjetshme ti? Mbase është më mirë kështu Arsi. Duhet të dalim para vetë. Nuk dua që të kujdesesh ti për mua. Melisa, unë po përpiqem që të mbroj. Thjesht do. Jo, më Arsja. Unë jam 18 vjeç dhe ja dal vetëm banë këtë botë. Nuk kam nevojë për kujdesjen tënde. Edhe pak më, mami. Unë do të martohem. Prit një minutë zonjush. E dëgjova mirë? Do martohesh. Një dasëm e madhe do të bëhet për mua. Mos pi që temperaturë. Se nuk po më dukesh mirë. Kush na që me dhëndri? Dhëndri im është ai që unë meritoj. E po, të paktën po dëgjoj diçka të mirë për ty. Uroj mos jetë si anës. Më fal, nuk doja që ta përmendja. Jo, nuk është si anës. Ai s'ka për të më lënë kur. Se e ka që sigurt? Sepse kjo tashmë varë. Aha, të ka premtuar dasëm. Dasëm madhështore. Jam e sigurt që të gjithë do të jenë të pranishëm. Disa madje do të jenë duke më mbajtur edhe fustanin tim të bardhë. Ndërsa disa të tjerë do të më gjykojnë të tenj që të derdhin të pikalot. Me siguri kujdestarja ka për të mbytur në lot. Besoj se po. Unë duhet të iki tani. Do shkoj të blej fustanin. Cili fustan? Fustanin e bardhë për dasmë. Po, dasma. Po me se do blesh? Kanë disa kursimet e mia. Po t'im leq me ndërë. Po largohet. O vajza, ç'kemi? Ç'kemi me Lisa? Sa po largohesha, do të shkoj të pastroj vonë. Me prit dhe mua.
Vajza më përshkruaj dhe mua. Vajza si je? Nuk qenge se më soti. Qenge më mirë sa duket. Do na bësh ndonjë dram tjetër sot? Se e ke bërë të rrugës, ke gjetur mënyra të bukura për të shpëtuar punëve të jetimores. Jo, nuk është e vërtet. Unë po punoj. Në të vërtet, po punoj, vajza. E shohim që po puna. Hajde ikim se nuk rrihet me njerëz ilaçar. Dhe të shmej. Pse më urrejnë? Po e të shmadu pse jam? Unë po përpishe të punoj. Pse më urrejnë gjanëm? Pse? Melisa! Melisa, që ke? Pse po shak? Jo, nuk po shak. Po thjesht mu kujtuan këto vite se si kaluan, edhe u përjekën e pak. Shkej sa kemi kaluar këtu, është vërtet shumë të shak. Në fakt, nuk do doja që ta shikoja kështu. Ne kemi kaluar edhe mirë. I mban mend festat e fundvitit, Krishtlindja, viti i ri. Edhe me Anosin kanë kaluar shumë mirë. Nuk do doja që unë ta lëndoja. Anos ju tregua burat. Nuk mendoj se ishte i përshtatshëm për tyre. Ndryshe do të ishte këtu. Unë e ndjej, ai më do endet, por thjesht nuk po të bëj dot ndryshe. Është i zën ngushtë dhe nuk i bë fare. Melisa mos u bëj kaq naive. Ai nuk të donte. Vetë prindit e tij i bën presione nga më të ndryshme, por ai nuk të donte. Sa më shpejt ta pranosh, aq më mirë dhe për ty. Unë e njoh atë. Edhe mbase ai mund të jetë në dasmën time që do shtë. Përsërime të dasmën e makuar. Çfarë dasmë po thua? Mblidh mendje. Të lutem Melisa, mblidh mendje. Thua Melisa që është parë të Anosin. Melisa që ishte parë se kujdestare dhe e Fredit ishin bashkë. I që ka shpirt ka parë të mori shpirtin. Las dasmës, edhe ti do t'jesh e lirë nga. Nuk do t'jesh më nevojë që të kujdesesh për. Unë kur nuk kam për të. Do t'jem këtu gjithmonë për ty. Jemi me kesha të përjeqme, apo jo? Unë jam e keqe. 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 Kush është? Do të vi, ja dhe pak. Mami! Jo, jo, mos më praktis, të lutem! Të lutem, mos më lërë në, të lutem, jo! Jo, në, jo! Jo! Jo!
Melisa! O zot! Çfarë ndodhi? Që më mbiri gjitha. E nga të shtrihesh. A me do një të fjeshe? Ata më praktisë. Ata nuk më duan. Të që më urejnë. Ata më urejnë mua. Ata më praktisën. Qetësohet. Flik. Elisa është shumë keq. Duhet pa tjetër të nasë kujdestare. Kujdestare. Çfarë do të? Melisa është shumë keq. Ka nevojë pa tjetër për të një mjek, psikolog apo psikiatër. Nuk mbarojnë dramat e kësaj vajze, ëh? Jam e sigurt. Prej fillimit ajo ka qenë në çfarë. Ha deri shumë të njerëzve çfarë. Ata që janë lodhur nga jeta. Ata që janë rrekuar nga njerëz që përveç egoistit nuk ekzistojnë në shohin që tjetër. Elisa nuk është çfarë. Ajo është në depresion. Ajo është zhyrë në depresion. Ne jemi në prag festash. Mbase mas krishtimit të vitit të ri. Të gjithë janë pushim tani. Kush ka nerva të merret të dekat në një adoleshentit të Kujdestare duhet të bëni diçka. Ose herë tjetër do të ketë shumë vonë. Nuk pinuj këtë presione me mua. Sa kam dëgjuar unë si puna e Melisës, asgjë nuk do gjej. Largohu tani se kam shumë punë. Nëse ndodh diçka e keqe Melisës, ti do ta bësh. Çfarë mendon se po bën? Bëj në ferë pa të ndjetur. Ku e ke atë të çmendurën? Pa më Arisa, çfarë po thon demonët kësaj? Largohuni! Largohuni, thash! Ju jeni demonë që prajnë zinje. Vajda, shpejt nuk kemi shumë kohë. Po që vinë për shandaret, janë gati? Po zonja kujdestare. Mos harroni. Gjatë ceremonisë, gjithë se cila nga ju du të bëjnë një shëndetje. Simbolizojnë lutjet tonë. Si u da. Hej! Goca! Sante kemi dasëm! Çmendura. Pas kemi dasëm vajza. Një dasëm e madhe do të bëjt për mua! Po neve do na ftosh? O, jeni të gjitha të ftuara! Të gjithë! Po vetëm me një kusht! Asnjë të mos qarë një dasmën time! Melisa. Asnjë të mos det lot! Melisa. Është si ka më bukur e jetës time! Melisa, ndalo të thash. Melisa! Melisa! Po kur do vi dita që do më shpëtoj nga kjo? E pa dikush Melisa? Sa po dorë? Shpejt të visheni, shpejt të visheni. Hajde, Po, ju doja ta dia po miku. Kemi që dasëm sonë? Dasëm, jo. Melisa më shtoi në dasëm. Po i këtë bëjmë fustanë. Shkoj të atras parës nasi në gjithë qytetit tu. Melisa më prit! Ku mendon se po shkon? Po shkoj të blej fustane. Edhe me ty jam e mërzitur. Po çfarë bëra këtë herë? Nuk doje ta shikoj fustanin bashkë me mua. Unë po iki vetëm tani. Po, ndryshova mendjen, do të vi me ty. Hey njerëz! Unë do martohem! Elisa, shumë Po! Zoj! Keni deri që të vini dasën time. Zoj! Melisa, unë sëri pusho! Kam dasëm sot! Unë do të martohem! Jeni gjithë të ftuar! Goca! Goca, jeni të ftuar dasën time, do vini? Të lutem! Elisa, pusho! O njerëz! Se po largoheni! Se po më praktisin qip! Elisa, unë e zëri mos bërtit ma! Çfarë të keqe ju ka bërë? Çfarë ju bëra më? Pse?
Ti vrave fëmijën tënde. A shkatrove jetën e djalit. Ti më shkatrove marrëdhënie me prindërit e mi. Unë të braktisja. Unë vetëm. Melisa, je mirë? Melisa. A je këtu? Të gjithë më braktisën. Jam unë këtu me ty. Në të braktisë. Dëgjo, si e doja atë fustanin? Kam edhe unë disë kursimet e mia, do të t'ja edhe ta blejmë atë dresh. Edhe ta blejmë atë fustanin. Vendosni në korp. Arsja. Dizi që vetë Arsja. Të gjitha shumë. Lërë se të Po i ti të kërkoj kush më pisa. Arsja, Po, më ndihmon ta vesh pak. sa bukur që dukesh. Vërtet po shkëlqen. Vetëm dhëndri. Do të vi thëndri. Ah, po, dhëndri imagjinar. Dëgjo, unë po iki se po më kërkon kujdes para. Mos u bëno shumë. Shiko, kam diçka. Mos u bëno shumë. Vajza, ju kërkon të një kujdestare. Kujdestare, Gati? Melisa nuk bënon. 1, 2, 3. Jam gati! Vetëm të takoja njerëzit! Mami, unë po martohem! Mami, me të sakë pas fëllër! Vamos! Mos po braktis!
Nuk e vënë po ikaj. Do të shpëtoj. Mos më braktisni! Kush ishte mëkati im? Çfarë të keqe ju ka bërë? Nuk doja që t'ju lëndoja. Mami, më faqo, të shkatrova në lindjen tim. Amos, më faq që të desha kaq shumë. Prindër të Amosit, më faq që nuk isha e denjë për familjen tuaj. Kujdestare, më faq që thjesht duke frymuar unë të kam mërzitur. Arsja, më faq që isha thjesht një varë për ty. Base, unë nuk duhet të kisha lindur. Ishte një gabim që unë linda. O njerëz, më faq që unë ju mërzita sa do pak me historinë time. Lam të mirë, robot! Lam të mirë! Kujdestare, po shkoj ta marrë me Lisën. Edhe të të nakë kështinjesh, që na kështje që të sira. Tjera shpit. Elisa, e gati? Elisa! Ja! Melisa! Melisa, hapi sy!